Votat jenë ardhë pa barkod, që i thonë, pa numërin serik. Në konsulat Berlinit jenë shkue. Manipullime që i kanë bo vetë këta, qeveria sotit. Dyshime për parregullsi në votimin me post nga diaspora, qytetarët kërkojnë transparencë. Një qytetar nga diaspora ka ngritur shqetësime serioze lidhur me procesin e votimit me post për zgjedhjet e fundit, duke pretenduar se fletët e votimit i kanë arritur pa kod identifikimi dhe se ka pasur mundësi manipulimi gjatë dërgimit të tyre në konsulatën e Kosovës në Berlin. Sipas tij, materiali zgjedhor ka mbërritur i pasigurt dhe pa elementet bazë të identifikimit, çka e ka bërë procesin e votimit të dyshimt. Vota e, domthonë, në atë vend kur dash në votuone, më ka ardhur pa kode, pa kod. Edhe e kum fotografue. Desh të marrin masa, desh mos marrin emën, nuk kam qitë këtu, ka du me votua, se emnin ose mbjenin që ati personit. Veç me dëshmue, që do më thonë votat jenë ardhë pa barkod, që i thonë, pa numërin serik. Qytetari thot se bazuar në bisedat me personat që njenë në Zelandën e Re, rreth 95% e tyre kanë marrë flet votime në të njëjtin format, pa kod dhe me të njëjtat mangësi procedurale. Për Republikën e Zelandës, 95% persona që kun pas kontakte, i kanë ardhur njëjtin sistem. Në këtë rrethon, ai shpreh dyshime se dokumentet mund të jenë manipuluar gjatë procesimit në ambasadën apo konsulatën në Berlin. Ai vën në dyshim përqindje të daljes në votime të raportuara për diasporën. Ata në po thonë krejt diaspora kanë votuar, nuk është e mundshme. Nuk është e mundshme. Qytetari kërkon nga institucionet zgjedhore dhe autoritetet kompetente që të verifikojnë procedurat e dërgimit dhe pranimit të fletvotimeve në vende diplomatike, si dhe të sigurojnë një proces transparent që garanton integritetin e votës të diasporës. Në konsulat Berlinit jenë shkue, se ajo sikfriti i mshjelis Zafit, që i thoi, u mshel atë edhe ka shkru dhe më hënë që këto shkojnë në Berlin. Ndërkohë, televizioni Arbëria ka kontaktuar zyrtarisht me email me ambasadën e Kosovës në Berlin dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke kërkuar sqarime lidhur me këtë situatë. Megjithatë, institucionet në fjalë nuk kanë kthyer asnjë përgjigje. Ta theksojmë se këto pretendime vinë në një kohë kur diaspora është bërë faktor vendimtar në zgjedhjet e fundit dhe kur rritet kërkesa për rregulla më të qarta, sigurim më të madh dhe mbikëqyrje më të fortë të procedurave të votimit jashtë vendit.